Mos u shqetësoni, zoti dhe zonja Brital. Do të bëjmë të mundur që ju edhe familja juaj të largoheni në kohë. Sigresa të vogla që jeni, sigurisht që keni shumë gjëra për televizor. Shpresoj që vendi i ri t'ju pëlqej dhe mos harroni, nuk është thjesht një banesë. Silvia, nuk kemi përfunduar akoma. Atëherë, karrige e leximit të zotit Brittle po mendoj dhoma e studimit në katin e tretë. Ke shumë të drejtë, dhoma nga lindja do të ketë më tepër diell gjatë muajve të dimrit. Shëtitës, është vetëm mendimi im apo aventurave tona të fundit i mungon një element si për shembull aventura? Unë di tamam se për çfarë ke nevojë ti, Silvia. Do të hyjmë në anijen e urryesit. Vërtet? Dhe do t'i japim Berit tjetor ditëlindjeje. Berit? Njërit prej herojeve po mbush 30, nuk ja ka thënë askujt, por gjithsesi shpreson që ata të kujtohen i shkreti Berri. Oh, shiko, mua më pëlqen të ndihmoj të tjerët, por duhet të ketë pak më shumë aksion. Ti? Dorëzohu tani, hajdut, dhe vdekja jote të premtoj se do t'jetë më pak e dhimbshme. Prit, Mos këto rregullimet e dritarave janë të gjitha të shtrëmbrave. 42. Oh. Oh, mos! Mirë, ti nuk je më i lehtë se ç'ke qenë. Dhe shala jote sigurisht nuk është më e butë. Mirë që isha unë këtë rrothull për të shpëtuar fytyrën tënde. A thua se unë kam patur ndonjëherë nevojë për lëkurën tënde të vjetër plot gunga? O, e pabesueshme, mendoja se ti kishe ikur për gjithmonë. Duhet më shumë se sa një bullafiqe e shëmtuar për të më mundur mua. Atëherë pse nuk më informove që isha ende gjallë të qenie keqe? U përpoqa, por për një qenie që me zi më rrin 10 këmbë gjatësi ishte e vështirë të gjeja. Jam kaq e gëzuar që të shoh përsëri. Edhe unë jam shumë i gëzuar që të shoh. O, mos, unë Shëtitës, më vjen shumë keq unë. Të ndihmoj unë, djalosh i vogël. Shëtitës, ky kërkuesi fatkeq i birit të një ylli është partneri im i vjetër, quhet? Ryder, e kam përdorur për të kaluruar atë. Ti mos avancove me një leshator me këmbë si të pulës, ha? O, eja, tani ai nuk është aq i keq. Shiko, ai të ka qef. Çdo shok i vjetër i Silvias është shoku im më i ri gjithashtu. Atëherë, pse po përpiqe urryesi të shpërbënte në atome? Ndoshta sepse unë vodha qesin e stacionit të magazinës së tij të fshehur galaktike. Vendi ku ai mban të gjitha gjërat që ka vjedhur nëpër galaktik, mendoja se ai vendi ishte një mit. O, ai vend është i vërtet. Dhe tani që unë mora Chelsea-n, duhet vetëm të gjejmë vendodhjen e atij vendi të mallkuar. Kjo tingëllon si një aventurë vërtet. Më thuaj Silvia, ti ke qenë partnerja ime më e ashpër, më e fortë dhe më energjike që unë kam pasur ndonjëherë. Ti mund të jesh e dobishme. Je gati për një aventurë transgalaktike të zhurmshme dhe plot me aksion për të futur në stacionin magazin të fshehur të urryesit për të vjedhur thesaret më të çmuar në të gjithë universin. Me energji dhe të zhurmshëm, tepër sekret, plot me aksion, patjetër që po. Apo jo, Shëtitës? Nuk e di, të futemi me forcë, të vjedhim. Duket pak si jo e ndershme, nuk mendon kështu? O, po, më fal shoku, që kur ne të dy u ndam, Shëtitësi dhe unë jemi fokusuar të ndihmojmë të tjerët e të bëjmë mirë. Nuk jam e sigurt nëse kjo është një punë për ne.